e urdhrave dhe medaljeve ka dekoruar. Me dekretin numër 198, datë 8 prill 2026, kalorës në urdhrin suprem të Shqiponjës, zotin Gentian Toshkëzi. Me dekretin numër 199, datë 8 prill 2026, kalorës në urdhrin e Skënderbeut, zoti Lorik Cana. Me dekretin numër 201, datë 8 prill 2026, kalorës në urdhrin e lisit akademik, zonja Klarita Gërgjani. Me dekretin numër 202, datë 8 prill 2026, kalorës në urdhrin e lisit akademik, zonja Shqiponjë Telhaj. Gjithashtu, Presidenti i Republikës, kryetari i urdhrit të Skënderbeut, me propozim të kryeministrit, dëgjuar ministrin për Europën dhe punët e jashtme, ka dekoruar. Me dekretin numër 196, datë 8 prill 2026, oficer, profesor doktor Markus Schumann. Me dekretin numër 200, datë 8 prill 2026, kalorës zotin Anders Lindberg.